Teksa vala e emigrantëve ka shënuar rritjen më të madhe të saj, kancelarja gjermane Angela Merkel i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian për të krijuar një sistem të ri, i cili sipas saj do të shpërndajë në mënyrë të kontrolluar azilkërkuesit. Duke i mëshuar idesë se rregullat e Dublinit duhen ndryshuar, Merkel deklaroi se të gjitha qeveritë duhet të hapin dyert e vendeve të tyre dhe të presin një numër të caktuar refugjatësh, gjë e cila do të varet nga kapaciteti i tyre ekonomik dhe numri aktual i popullsisë. Një nga zërat më të fuqishëm në Gjermani, por jo vetëm, ju referua në mënyrë specifike David Cameron për të pranuar në Britaninë e Madhe më shumë refugjat, por më herët Cameron me qëndrim kategorik e pati refuzuar një skem të tillë. Argumenti i tij ishte i qartë dhe i prerë. Anglia po jep kontributin e saj maksimal nëpërmjet ndihmave në buxhetin evropian për përballimin e fluksit, si edhe ka dërguar anije shpëtimi për këta refugjat. Ndërkohë që Europa pretendon se po lufton për të menaxhuar krizën me të gjitha format e saj, kancelarja gjermane u tregua skeptike për këtë. Komentet e Angela Merkel vinë vetëm pak ditë pas samitit emergjent të liderëve të Unionit për situatën e emigrantëve. Rregullat e Dublinit i detyrojnë refugjatët që të kërkojnë azil në vendin e parë që ata shkelin, pa i dhënë mundësinë të zgjedhin mes shteteve të tjera. Në shumicën ndërmuese të rasteve, mesdheu bëhet urlidhse, edhe pse shpesh ka shkaktuar tragjedi të mëdha në humbje fatale njerëzore. Por e parë si e vetmi alternativa ratisjeje nga vendet anëtare, jugu i Europës kthehet automatikisht në strehën e mbipopulluar. Në praktik, rregullat e Dublinit lënë shumë refugjat në harres ligjore, i inkurajojnë për të arritur Bashkimin Evropian, e më pas u ndalojnë ligjërisht pretendimin për të kërkuar azil diku tjetër, dhe pikërisht këtu merr udhë kaosi që ka mbështjellë kontinentin e vjetër.